Profesor, patjetër duke qenë shumë i mërzitur pas këtij rezultati. Çfarë ndodhi? Normal, jam i mërzitur sepse nuk luajtëm mirë. Në këto momente kur e shef që skuadra nuk është mirë, duhet jesh më pragmatist, duhet mos pësosh gol, duhet jesh më cinik te rastet që të krijohen. Duhet ta fitosh thjesht nesër. Ne duhet edhe kur s'jemi mirë, edhe kur s'kemi gjendje fizike të mirë, se thosh edhe më përpara që dëmtimet takon kushzu shumë për formën fizike të shumë lojtarëve, por duhet jesh më cinik, duhet jesh më racional, duhet ta dosh lojën, të mundohesh ta fitosh me një episod, të mundohesh me fitu me pak raste dhe mos pësosh gol. Sot humbëm edhe raste, s'ishim konkret për raportet, s'kishim qartësinë për raportet. Normalisht duke menduar me kërku golin për me fitu, lam hapësina mbrapa, por du të them që ishte një lojë e mirë jonë. Sa ndikon kjo humbje për vazhdimsinë e shkollës? Nikon, kjo kampionati është i gjatë, nuk nikon. Normal që ne duhet të rimarrim sa më shpejt forcat, sepse kemi ndeshje ditën e 8 kundër Vorës, që është një ekip shumë i mirë. Ekipet kallëzojnë karakterin e vetë në atë kohë që urxohen. Kur urxohesh duhet të muqu shpejt dhe besoj edhe kam djem që karakterin e kanë tillë që mas një ramje stok duhet qohen shumë shpejt në dhe besoj të ta qorët. Me këtë fitore, jemi të utës një shans për të synuar dhe jo seriozisht Final Four duke bërë garën edhe me të ashpër? Unë e kam menduar gjithmonë që se kam pa, mënyrën se si ka interpretu ndeshjet, mënyrën se si ka luajt në fazën defensive, thashë është skuadër cinike, skuadër që let kundër sulmin, skuadër që han pak gola, edhe unë që në fillim e kam thënë që të uta mund të jetë një ndër ekipet që mund të kenë Final Four. Sot lëshohet kreun e tabelës së klasifikimit dhe mori Elbasani. Kur mendoni ta riktheni përsëri pozitën? Po, e rëndësishme të shohim ndeshjen e rrollës, kemi ndeshje më vështirë me Vorën, siç e thash më përpara, të mbjallim forcat, mos ta shohim kreun sikur është një gjë e madhe për momentin, kreu është aty, do të kapet thash, do të ketë rotacion shumë herë mes ekipeve me marrjen e lëshumin e kreut, por ne duhet të rigjejmë formën fizike të lojtarëve që kemi pas dëm të humbë, kjo është më e rëndësishme që kena për momentin. Mungesa krymit, mendoni se ndikon këtë? Po, normalisht, mungesa krymit po, Kallaku dhe Mala që na kërkuan zëvendësim, Jagoja që na kërkoi zëvendësim, janë pjesë e rëndësishme, janë pjesë shumë e rëndësishme e jona. Gjithsesi duhet punojmë shumë sepse janë deme dot 4 janë shumë pak ditë dispozicion të mundona të rikuperojmë në njërin prej tyre. Çfarë pam Kallaku duket një dëmtim serioz, mund të ketë. Nuk e di, nuk e besoj, megjithatë ta shohim nesër pas nesër formën e tyre. Mala, Bismarku, ta shohim, nuk e di, nesër do pojmë rezultatet e tyre, shohim gjendjen. Faleminderit.